E sot në studio kemi edhe kënaqësinë të mirëpresim dirigjenten Agona Qupi. Një emër shumë i njohur në botën e muzikës korale, e cila përmes punës së saj në korin të ansamblit muzikore në Tetova ajo po jep një kontribut të rëndësishëm në promovimin e muzikës serioze. Përveç angazhimit artistik, ajo është po ashtu edhe aktive dhe në veprimtari kulturore dhe edukative në kuadër të Akropolit të ri, duke parë kulturën dhe artin si mjet të formimit të individit në shoqëri, një gjë shumë e mirë që realisht shumë rrallë herë është mirë, thellë dhe në mënyrë shumë analitike e menduar. Agona, mirë se erdhe, zemër të je në shtëpinë tënde, kështu që ndihu si në shtëpinë tënde, po dalun dhe vazhdoj. Si të kam zemër, mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit që je pjesë e emisionit ton. Gjithmonë kënaqësi t'i ndrojmë. Rolet pak, po. Vetëm t'i ndrojmë studio, ta zgjë më shumë. T'i ndrojmë studio. Dua të fillojmë me koncertin e fundit të skenës muzikore pra korale me prezentimin që e kishit në Tetovë dhe Kërçov me atë program aq të bukur. Çfarë synim kishte pikërisht ky prezentim? Koncerti që kishim me korin e institucionit nacional Ansambli Muzikor në Tetovë, do me thënë kori është në kuadër të këtij institucioni. Por dirigjoni nga... Po, dhe është i parapar në programin e aplikuar edhe emiratuar e financuar nga Ministria e Kulturës për vitin 2026. Ishte koncerti i parë i llojit të tillë që kemi që nga themelimi i ansamblit, me që gjithmonë kemi kërkuar që të përkrahemi, ishte edhe kjo një farë... Motivimit të themi i vogël? Po motivim, por ishte edhe si rezultati gjithë luftës që patëm në lidhje me punësimet, me mos fuzionimin e ansamblit, me që është akoma një status i pa reguluar për momentin, sa i përket punësimeve. Mësë pari edhe vend personal nuk kanë edhe trupat edhe... Tani, ato janë çështje edhe teknike më shumë që neve i shohim si problemi të rangu të dytë, edhe pse ekzistojnë hapësira minimale për ansamblin muzikor në Tetovë, ka një vend që është i përcaktuar, një sallë dhe disa zyra, po synimi ishte që të mund të tregojmë se çfarë kemi dhe sa kemi potencial për këto gjëra që po kërkojmë. Dhe ishte shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur nga ana tjetër për mua, për shkak se programi të cilën e interpretuam ishte 90% muzikë korale shqiptare, e kompozitorëve shqiptar. Dhe kjo ishte shumë e bukur edhe veçantë me që këndonim në gjuhën shqipe. I njëjti pastaj, që nga ideimi i këtij koncerti, dhe që në momentin që Kërçova u shpall qyteti i kulturës, vendosëm një lloj bashkëpunimi mes ansamblit muzikor dhe komunës së Kërçovës, që të mund të koncerti të vazhdoj edhe atje. Pse edhe në qytete tjera. Tani, nëse kemi përkrahje, pse jo? Por me këto e kishim. E përmende kënaqësinë e madhe që keni kënduar në gjuhën shqipe, në muzikën korale, në kohën kur gjithçka është komercializuar, sa është e vështirë të ruhet ai identiteti artistik i një kori në një kohë kur gjithçka është komerciale tani. Identiteti i qëndron stoikisht asaj ta ruajmë. Po tani vetë klasikja, muzika klasike është diçka që qëndron akoma stoike nga komercializimi, sepse është e vështirë për të komercializuar si e tillë, sepse i ka disa standarde, i ka disa kërkesa, si në interpretim, ashtu edhe në realizim, edhe në të gjitha Kriteret të ndryshme, po. Kështu që nuk është televizin ato kritere. Ajo që neve na mbetet është ta duam, dhe përderisa jam unë një person që e dua dhe kam edhe korin antar të tjerë të cilët janë i thartë t'i qëndrojmë besnik traditës edhe asaj që është klasike, atëherë është shumë e lehtë që truhet, sepse përderisa ka dashuri edhe përderisa ka interesim që të ruhet si e tillë, atëherë nuk është e vështirë që ta mbajmë. Po besoj se muzika e tillë, ajo që është shkruar nga kompozitorët shqiptar, është shumica e pjesëve janë lidhen edhe me folklorin ton, kanë motive të folklorit ton, motive popullore. Dhe është një mënyrë shumë e mirë për ta
ruajtur edhe për ta mbajtur gjithmonë identitetin tonë, sepse muzika është një mjet, është një mënyrë se si mund të është një gjuhë vete, realisht, po edhe se si mund të ruhet identiteti i një kombi, sepse është një pjesë e kulturës, shumë e madhe e kulturës e një kombi. A ka mënyrë për të balancuar mes veprave shqiptare dhe atyre të traditës botërore? Varësisht nga programi, por veprat shqiptare nuk është se janë më pak ose më shumë se sa veprat e huaja, tani varësisht çfarë mesazhi do të përcjell koncerti. Gjithmonë fokusojnë edhe aty. Kemi pas edhe veprat huaja, por varësisht edhe stili. Tani këto motivi këtyre veprave, ajo që deshëm të nxjerrim me koncertin ishte muzikë shqiptare. Por traditat e huaja për muzikën korale kanë më shumë interpretime të muzikës kishtare, të shërbesave kishtare, të meshave, sepse ashtu ka lind realisht muzika korale. Por nuk përjashtohet që nëse këndojmë diçka nga kompozitorët rusë, që do jetë edhe folklori atyre aty. Kështu që besoj se në një farë forme janë të balansuara, thjesht varet nga ne se çfarë duam të interpretojmë. Nëse flasim për anën e peshës edhe vështirësisë në interpretime dhe nivelit, besoj se aty janë edhe kompozitorët tonë, nuk është se dallojnë diçka në atë të lutem. Çka kërkohet sot nga një dirigjent në një ansambël në fakt për të arritur standarde profesionale? Sot nga një dirigjent kërkohet shumë a shumë se sa që realisht është puna një dirigjenti. A ti futet puna, kjo. Po, sot dirigjenti kryen shumë funksione se sa që është... Se sa nga ajo që ne e shohim. Tradicionalisht, dhe sigurisht se sa ajo që e shihim. Se ne e shohim vetëm lëvizjen e duarve. E unuroj ti e ashtu si më shihni gjatë gjithë punës, sepse kështu është... Kështu është shumë më e lehtë dhe shumë më e bukur, por jo realisht. Siç ecim me trendet e kohës në të gjitha sferat, ashtu nevojitet edhe roli i udhëheqit të bëhet më elastik, më i shumanshëm, më gjithëpërfshirës. Kështu që dirigjenti në një farë forme në vendin tonë, ku nuk ka akoma struktura të qarta, nuk ka akoma, e sidomos nëse flasim për institucione që janë në rritje, luan lloj-lloj rolesh, luan edhe mjeshtrin e kablove, e bartjes së karrikeve dhe gjitha këtyre. Po kjo po më jep një mesazh që dashuria për punën nuk ta ndalon edhe të bëhesh ajo edhe ajo. Po sigurisht, nëse e rëndësishme është ta dish se kush je dhe çfarë synon, pastaj këto sende tjera janë teknikalitete. Po besoj se gjëja më e rëndësishme është ajo që po shoh viteve të fundit me ansamblet. Gjëja më e rëndësishme është të thyet ajo nevoja e dominimit edhe ai figura dominante e dirigjentit edhe mbajtja e një pozicioni më lartë se sa të tjerët, sepse sot funksionon shumë më mirë një lloj qasjeje më horizontale dhe më bashk krijuese me të tjerët, se sa një lloj figure që është një dallim mes liderit dhe bosit, do e kisha me thënë. Po, nuk ka më autoritet absolut. Dhe është shumë mirë që nuk ka autoritet absolut, sepse raportet janë po. Raportet janë më njerëzore dhe muzika është më e lirë. E sidomos në qarqe ku ne njihemi me njëri tjetrin. Shumica atyre që kanë qenë kor, ose kemi qenë klas, ose kemi qenë disa gjenerata para mbrapa, disa erdhën biles që i kam pas student një periudhë që kam ligjeru në Tetov, kështu që ishte një mix që bash një mënyrë shumë e mirë që ta shoh se rolet të ndryshme mund të transformohen ndër vite. Kështu që i ke shokët e klasës që këndon, i ke më të mëdhenj që i ke pas, i ke studentët aty edhe je në mes. Dhe në fund të ditës është kjo realisht, është muzika ajo që duhet dalë, edhe ajo që është puna më kryesore e dirigjentit, të mund t'i motivoj edhe të mund t'i frymëzoj që ta duan punën që e bëjnë vazhdimisht, dhe të kenë besim tek vetja që të mund të nxjerrin potencialin dhe maksimumin që kanë brenda vetes vetë.
Përmende pak studentët, sa ka rëndësi puna pedagogjike në procesin e ndërtimit të një kori cilësor, për flasim si që është edhe ky kori. Këte kemi folë shumë këtë periud me kolegët bashkë, E pash nga përgjëm. Se është temë goxha e folur, sepse shumë e rëndësishme. Se cili që mbaron një lloj shkollimi muzikor është shumë e nevojshme që të njohë teknikën vokale, ashtu e quajmë, lëndën në të cilën trajnohemi të këndojmë. Kjo nuk do thotë se të gjithë duhet të jenë soliste dhe të kenë një lloj potenciali të zërit ose të paraqitjes skenike që të gjithë të jenë solist. Në kor nuk ka nevojë për solista, në kor ka nevojë për zëra të shëndosh, do të thënë zëra të plot, të shëndosh, që këndojnë sakt dhe që dinë teknikën e këndimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të merret brenda viteve, qoftë në shkollë të mesme, sepse si lëndë kemi edhe në shkollë të mesme, qoftë mos flas pastaj për fakultet që duhet të perfeksionohet edhe akoma më shumë të rritet. Ne qeshim me studentët, me atë pjesë që i kisha student, sepse unë i ngacmoja një periudhë kur babi ishte me shëndet të mirë, aje kanë dhënë teknikën vokale si lëndë një kohë shumë të gjatë në universitet, edhe nëse i shifja që s'marim frymë si duhet se diçka, çka keni mësuar teknikë vokale, edhe ato më shifnin, dhe me këtë mund thomi se babi jot na ka. I them po jo, aja u kam mësuar frymëmarrjen. Apo se u kam mësuar. Po, mos e di. Edhe ishim në një farë situate kështu, po është shumë e rëndësishme, realisht është shumë e rëndësishme. Neve bashkë me babin, po e rikthej kemi përgatit shumë vite një libër të teknikës vokale, që uroj këtë vit do të mund ta promovojmë edhe ta kemi në botim ashtu si që duhet. E kemi punu shumë vite bashk, nga përvoja ime me koret, nga përvoja e ti me vokalin, edhe e shoh që çdo ditë është më e nevojshme, sa herë që dalë para një kore e shoh se sa realisht është e nevojshme, që nga mënyra si marrim frymë, sepse është shumë kyçe tek këndimi. Tani të marr frymë se mënyra se si marrim sigurisht. Deri tek mënyra se si qëndrojmë, si e nxjerrim zërin, si hapim gojën, çfarë forme i themi zanoret, bashkëtingullohet e gjitha kjo. Po është kjo e dal bën pak prej muzikën. teme, ka këngëtare që ishin vëllidua shumë, po jo shumë herë i kuptoj çfarë fjalë thonë në këngë. A është kjo Mos të shtin Bela. Jo, nuk po e përmend emra, po është kjo arsye që edhe mënyra se si shqiptojnë. Se edhe mënyra si e hapim gojën, se ne kemi këngëtarë në shtëpi. Mos flasim për atë. Ajo pjesë ka të bëj me quhet diksion, me mënyrën e shqiptimit të fjalëve. Është shumë e rëndësishme dhe ka ushtrime. Se bjen si gibberish, ashtu si... Po nuk fjalët dalin të paplota, sepse janë dy faktorë që e bëjnë këtë, ose një, po e them ma kryesorin, është mënyra se si i themi zanoret. Nëse i gëlltisim zanoret, fjalët dalin jo të plota. Mënyra se si e shqiptojmë an, on, in, un. Dhe sa kjo pjesë e gojës e jona është elastike edhe e mirë trajnuar, sepse disa herë këngëtarët fokusohen të ajo se si duken, edhe jo se si del muzika, edhe ka edhe faktorë të tjerë që ndikojnë, por në përgjithësi është mungesa e fokusit të fjala, edhe tek mënyra se si. Pastaj edhe tek bashkëtingëlloret që janë brapa, pas dhëmbëve, tek me gjuhë, me gjitha këto, secila ka formën e vet. Që ka një lëndë në vete. Po është, lajrish lëndë, edhe aktorët e kanë dikcionin, e kanë lëndë në fakultet të folurit skenik, dikcioni janë varet nga universiteti, nga programet, po teknika vokale të folurit skenik, dikcioni janë lëndë që mësohen edhe te aktorët edhe te këngëtarët, sepse është shumë e nevojshme të kuptohet ajo që folet. E sidomos, nëse këndojmë 20-30 veta për një herë, duhet ta dim fiks se si i themi edhe kur i themi. Kur jam te 20-30 veta për një herë, ajo është një suksesi madh. Si matet suksesi për te i duar trokitjeve i një kori? Ajo që i thosha edhe korit këtë radh është që performancat kanë gjithmonë nivele të ndryshme dhe nuk më varet, asnjëherë nuk është e drejtë që të matet nga ajo se çfarë kemi nxjerrë në skenë për momentin, sepse skena është diçka momentale. Edhe pse neve këto koncerte na kanë dalë shumë më mirë se sa
provat, sepse aty fokusoheshim, aty mblidheshim tamam, nuk e di pse ishte kështu këtë radhë, po se cili koncert ka përvojë të ndryshme. E rëndësishme edhe e suksesshme për mua një performancë është nëse mbaron dhe unë ndihem e plotësuar dhe ndihem se kam dhënë maksimumin. Pastaj pjesa tjetër nuk është në dorën time. Kjo është një aspekt që unë e di se e kam bërë maksimumin dhe besoj se cili duhet ta ketë këtë lloj pasqyre. A e dha shumë maksimumin, a e bëra maksimumin, po. A u kënaqa? Sepse është shumë e rëndësishme të dalësh në skende të ndihesh mirë, jo të dalësh në skende të t'jesh e pushtuar nga frika, nga pasiguria, nga ndjesia e se nuk jam gati. Domethënë këto krejt e bllokojnë muzikën. Nëse del edhe e shijon momentin që janë sken, momenti që janë sken është moment, është bë ç'është bë deri një ditë përpara. Kur del në sken, showtime. Dile dhe jepe maksimumin edhe gjithmonë ju them, kënaqu. A është mënyra më e mirë që të harrosh gjithçka dhe t'japish maksimumin nga vetja? Sigurisht. Po qofsh edhe nëse e ke gabim ndonjëherë edhe ajo është shumë e lezetshme. Unë gjithmonë besoj kështu, nga përvoja ime, deri tani 10 vjeçare që kam me skenën, me kore, me orkestra, ato koncertet më të bukura nuk kanë qenë koncerte që kanë qenë perfekte, po janë koncerte të cilët kemi qenë të gjithë aty prezent në atë moment, edhe i kemi shiju. Për nëse kemi mend se këtu si do dalë, aty si do dalë, ajo si do bëhet, jo si jemi mirë, jo jemi gati, jo si jemi gati, sigurisht që nuk do jemi gati. Është e rëndësishme shumë muzika lidhet me emocione, dhe është shumë e rëndësishme se çfarë përcjellim te publiku. Pastaj vjen ajo pika e dytë që unë e mas koncertin nëse është i bukur, edhe i suksesshëm, është nga feedbacku që ka publiku. Duart trokitjet nuk janë gjithmonë tregues, sepse ne jemi popull që nuk ja bëjmë shumë njëri tjetrit qefin, edhe nuk është se mund ta masësh tamam, se askush nuk del nga salla pa duart trokitje ose diçka e tillë, edhe pse dallojnë duart trokitje nga duart trokitje mund ta kuptosh në një farë forme, po është pastaj ato feedbackun e njerëzve të cilët e duan artin, që ose njerëz të cilët kanë art për herë të parë dhe pastaj bëhen publik i përhershëm i koncerteve, por mua kjo tregon. Unë nuk e bëra rastisht këtë pyetje, sepse nga personat të cilët lidhje nuk kanë me muzikën klasike, ishin ata që po me Agonën kontaktove se kishte një koncert shumë të bukur. Do të thënë, njerëz që nuk janë pjesë e këtij zhanrit, që nuk e ndjekin, këtë pikërisht kjo e fundit që e theti, ndoshta ka ndodhur për herë të parë, ju kanë dëgjuar dhe ju kishin ngelur pikërisht këto mbresa, dhe sot duke ardhur në mëngjes në punë, do e them publikisht i tregova Migenës se të kam, tha një koncert sa të bukur që e kishte, kështu që edhe me vetë faktin që i tregova njerëzve që të kam në studio, komentet që i mora, të gjithë dinin për këtë koncertin e fundit. Po kjo është, për mua kjo është. Këtë doja të them se a i shifni edhe këtë si një simace e një suksesit. Për mua është nga më kryesoret. Nga kryesoret, realisht. Andalemi pak të Akropoli i ri. Ti je aktive, do të them me ti, do drejtohem me ti, pasi që të ndjetë afër dhe je në shtëpinë tënde, thash edhe në fillim. Si po ndërthuret filozofia, kultura dhe muzika për të krijuar një individ, psikologjia, filozofia, gjitha këto për ta krijuar edhe formimin e individit? Po besoj se gjitha janë bashkë realisht. Filozofia i përfshin të gjitha, muzika i ka gjitha brenda. Të gjitha janë pjesë e kulturës, kështu që si filozofin tani për 9 vite, ashtu edhe psikologjin për këto 4-5 vitet e fundit që kam filluar profesionalisht të merrem, ka qenë shumë kollaj dhe shumë lehtë për t'i ndërthur me të gjitha aspektet e mia. Disi lidhen zinxhir, filozofia e ka lind psikologjin, pastaj nga këto muzika ka qenë gjithmonë aty, që nga ekzistimi. E kisha zot një material që tregonte se muzika din të shëron edhe plagët e brendshme, dhe kumtesa kur e thash neve në çdo sekond kemi muzikë që na rrethon, se ndonjëherë vetëm i mbyll sytë dhe ti je duke dëgjuar muzikën duke dëgjuar në qesin absolute, kështu që muzikën gjithmonë e kemi. Muzikën e kemi gjithmonë, edhe besoj se janë natyrshëm, tek unë natyrshëm janë ndërlidh edhe ndërveprojnë, sepse unë besoj se edhe tek krijimi i muzikës, edhe tek puna si dirigjent, po edhe tek botkuptimi ndaj muzikës, ndikon mënyra se si edukohemi në filozofi, se si edukohemi në psikologji,
psikologjia, pastaj praktikisht më ka ndihmu të punoj me njerëzit shumë ndryshe, edhe po bashkë kisha këtë lloj feedbacku tani me korin, sepse kori është më delikat, zëri është më delikat, edhe është një lloj instrumenti i gjallë, që ke shumë, dirigjenti ka shumë më shumë kontakt drejt për drejt me koristët se sa me orkestrën. Me orkestrën edhe mund të mbajmë një raport më oficial, sepse është instrumenti ai që është në mes meje edhe instrumentistit. Ndërsa me koristët krijohet, do krijohet një lloj raporti më i ngrohtë, më i afërt me dirigjentin, lidhen më shpejt për dirigjentit, po edhe dirigenti nëse e lejon lidhet më kollaj me ndjen dhe mundesh ta i bashkë ndjen edhe është kjo, kështu që besoj që të dyja pasurojnë. Na psikologjike ti Agona ne duke folur ti duke na analizuar. Nuk besoj se se gjithë kemi. A mendon se... Të gjithë kemi duke përfshirë edhe mua, kështu që... Unë e para e kryesoj listën pastaj jo. A mendon se arti përpos që duhet të na kënaq shpirtin, duhet na e bën jetën më të bukur, më të lumtur, syt, duhet na jep edhe duhet ketë edhe një mision edukativ në jetën tonë. Edukativ, po besoj se ka, do, arti ka një lloj ndikimi edukativ në jetën tonë. Tani varet edhe në çfarë konteksti, në çfarë moshe e fillojmë. Sot e shoh që është një lloj vetdije ndryshe tek prindërit më të ri, që gjithmonë fëmijët që në mosha të hershme, shumica, me të cilët paktën unë kam kontakt, i angazhojnë me një lloj arti, qoftë me arte vizuele, qoftë me muzikë, shkollën e ulët, zakonisht në shkollën e ulët, ndonjë instrument, ose balet, ose kërcime moderne, sepse studimet e fundit këtë thonë, nëse dikush merret me art, ka zhvillim më të mirë të trurit, ka zhvillim më të mirë të motorikës, edhe shumë aftësi të tjera, të cilat pastaj i pasurojnë edhe i ndihmojnë pjesë artistike, i zhvillohet imagjinata, krijon më shumë predispozita që të jetë më i aftë për të krijuar raporte, marrëdhënie, bëhet më social. Edhe gjitha këto besoj se janë pjesë e formimit tonë. Edukimit konkret pastaj varet sa është secili i interesuar, sepse arti na mëson një lloj vetë pjesëmarrja në për evente artistike, leximi për artin, kuptimi më i mirë, bot kuptimi, na i hap gjithmonë më shumë horizontin. Sepse arti... Të njohim tradita, kultura, po... Po, dhe e ka këtë dhunti edhe këtë të bukur që i falë njerëzimit, që i shem paksa kufit edhe ndasit, edhe të gjitha llojet e këtyre vendosjes në kornizat të ndryshme, gjithmonë i ka thy tabu, gjithmonë i ka thy të gjitha llojet e pengesave. Dhe kjo është fuqia e tij, kjo është fuqia edhe në edukim pastaj që na i hap mendjen drejt gjërave të cilat mund të jemi më të ngurtë. Agona, kam lexuar, tani po të pyes në rolin e një psikologe, se ai që merret me art nuk mendon keq. Po, ishte një thënie që silleshte kush këndon keq s'mendon. Po. Nuk e di sa mund të matet kjo. Nuk e di sa mund të matet kjo, por duke analizuar, mund të them që nëse je e fokusuar te arti, je e fokusuar tek e bukura. Je patjetër do të nxjerrësh të bukurën, sepse ajo është universi atë që je patë edhe. Po, nëse nuk do ta nxjerrësh në këtë rast me rolin tim, duhet ta prodhosh të bukurën, do ta përjetojsh të bukurën, kështu që e bukura, nëse je e fokusuar tek e bukura, tek e mira, nuk është se ke kohë të angazhohesh për diçka tjetër. Apo edhe pyetja e fundit, apo ndikon tani patjetër këtë pyetje, ndoshta shumë klishe, po e jemi në atë kohë, po jetojmë të rrjeteve sociale, teknologjisë, AI, inteligjencës artificiale, apo humbet interesi i edukimit, i artit, i kulturës serioze, duke qenë se jetojmë në këtë kohë ku tani gjithçka kemi në telefon dhe nuk duam të zgjohemi as nga krevati për t'i kryer ndoshta edhe obligimet tona kryesore. Tani, muzika klasike ose arti në përgjithësi ka qenë gjithmonë preferencë të paktëve. Nuk është se ka qenë
ndonjëherë komercial, përveç se kur s'ka pas mundësi tjetër argëtimi, po flas për shekuj më përpar. Po që nga momenti që është ofruar zhandre të ndryshme, mënyra të tjera argëtimi, gjithmonë muzika klasike, po flas tani, po duke qenë se e ndjek kulturën në të gjitha sferat, gjithmonë ka pas interesim më pak. E tash është edhe më pak. Nuk po e shoh tek ne që është më pak, sepse akoma nuk na ka kaplu ajo që e shohim që mund të na kaploj. Akoma si shoqëri nuk jemi në trendet më të fundit. Atë të flasë pas 10 vite. Siç janë, po nuk e di nëse do janë 10 vite ose më pak, po nuk na kanë kap akoma trendet e Ndoshta ose i tarët e mdhenj të artit, ende jemi në një gjenerat më të re. Ende mbajmë atë dëshirën për të shku për ta pa diçka live, për të shku për ta përjetu, akoma s'ta ka pa kap dembelizmi deri në atë pikë. Për ndryshe, po është konkurencë shumë e madhe, kur një koncert të cilin ti e ke sot në Filharmoni e Zëm, edhe mund ta gjesh 20 verzione me siguri më të mira, sepse me dirigent shumë më të mirë, me solist shumë më të mirë që kanë artu, që njihen brez pas brezi botërisht, mund ta gjesh me një klik, edhe ta dëgjosh, pa ma kur shkon edhe futesh në sallë është ndjesje tjetër. Ajo magjia është diçka tjetër. Dhe gjithkush që e ka provu, e din se kjo nuk është e zavendësueshme. Gjithmonë ju ka kthy. Kështu që e rëndësishme është që fëmijët tanë të paktën të mund t'i bëjmë ta provojmë. Ta provojnë teatrin, unë e kam provu me Arjan. Në momentin që ka fillu të shkojnë teatr në shfaqjet e operës dhe baletit për fëmijë, nuk i duket aq interesant. Nuk i duket akoma, nuk i duket diçka më interesant se sa të shkoj t'i shofi live. Po e shef Pinokun edhe në shtëpi, mund ta lëshojmë atë filmin vizatimor klasik. Ama thot kur dhe shkojmë të atakojmë Gjagji Pinokun. Se e dinin si Pinoku, për shembull. Edhe e kërkon atë. është ndjesi ndryshe kur i flet Pinoku aty në skenë. E marrin shumë seriozisht. Po, edhe njëjtë edhe në koncerte që ka fillu të vi këto kohë, e ka ndryshe përjetimin, edhe është ndryshe kur e lishon, nuk është e gjallë. Unë faleminderit, sepse këtu është edhe minuti i fundit ku ne të dhja jemi la fazale. Unë e thashë të dhe më duhet të unë të dalë të flasësht i të tregosh, po që unë kisha një knarësi shumë të madhe, kalova shumë mirë. Gjithmonë do jetë e mirëseardhën në emisionin tonë për të promovu sidomos dhe në këtë mënyrë kaq të bukur për ta tregu vlerën e artit të kulturës në përgjithësi dhe sa do pak me ndiku si një injekcion i vogël të secili nga tek ata që po na ndjekin, pak të njëherë të marrin iniciativën dhe vetë të shkojnë në teatr, në koncerte, apo çfarë do që tjetë ndonjë aktivitet dhe normalisht të përkrahin art dashurisit. Faleminderit shumë. Faleminderit Xhanan, edhe mënyra se si ti e prezanton edhe jep hapësirë për të gjithë edhe si ndjek aktivitetet, është injekcion goxha më i madh. Faleminderit zemër. Të gjithë ato të cilët e ndjekin. Kështu që faleminderit shumë për hapësirën gjithmonë. Patjetër. Miq të dashur, do shkëputemi shumë shkurt me një pikë muzikore derisa të rikthehemi në studio edhe me mysafirin tjetër.